Vizita historike që Papa Francesku pritet të bëjë në Tiranë më 21 shtator do të sjellë edhe rikonstruksionin e sheshit Nën Tereza. Sipas Institutit të Monumenteve të Kulturës, i cili po merret me detajet e këtij projekti, ajo çka pritet ndër të tjera të ndryshojë është heqja e Shatërvanit, simboli i këtij sheshi, i cili në fakt nuk ka qenë pjesë e projektit origjinal, atij italian të vitit 1939. Gerardo Bosio, arkitekti italian që krijoi kompleksin e bulevardit në vitet 30, nuk e kishte menduar këtë Shatërvan i cili u shtua sheshit në fillim të viteve 80 në kohën e komunizmit, e që siç duket edhe nga pamjet e filmit atyre viteve në çdo stin, nuk ekzistonte. Por mbajtja e meshës së madhe të Papa Franceskut, e cila do të ndodhë pikërisht këtu, sjell kështu kthimin në origjinalitet të zonës. Drejtuesja e Institutit të Monumenteve të Kulturës Arta Dollani zbulon për Vision Plus se bashkë me heqjen e Shatërvanit, i cili prej kohësh është jashtë funksionit, do të restaurohen edhe shkallarët e Universitetit Politeknik, ato që gjenden anash Universitetit të Arteve, afër presidencës dhe rektoratit. Një detaj tjetër është edhe nivelimi i sheshit, sidomos zona ku do të hiqet Shatërvani, si dhe pastrimi i fasadave të gjithë kompleksit. Instituti i Monumenteve të Kulturës ka propozuar disa variante të ndërhyrjes në shesh, të cilat pritet të shqyrtohen mes ditën e të martës në Këshillin Kombëtar të Restaurimit, ku edhe do të vendoset për projektin final. Nuk dihet nëse një prej këtyre propozimeve do të jetë edhe ky maket në 3D, i cili u hodh si ide në vitin 2011 nga ish-kreu i Institutit të Monumenteve Apollon Baçe, i cili gjithashtu aso kohë deklaroi se do të hiqte Shatërvanin nga sheshi Nën Tereza. Menjëherë pas miratimit të projektit ditën e martë, specialistët pritet të nisin një punë intensive për t'i dhënë një imazh të ri kësaj zone para datës 21 shtator.